Përshëndetje, në këtë video do të flasim për disa ushtrime të tjera rreth gjenetikës. Ju është dhënë një maçok që me gjatë heterozigot, së e madhe së e vogël, kur së e madhe tregon që është dominant, dhe një masë që me shkurtër homozigot recesiv, dy së të vogla. Duke përdorur rrjetën punet, tregoni sa përqind është mundësia e lindjes së koteleve që me gjata. Unë e kam gjetur paraprakisht se është 50%, atëherë juve do ju tregoj rrugën e zgjidhjes. Kemi maçokun që me gjatë së që kuqëzohet për një macë që me shkurtër së. Atëherë mashkulli janë gametët dhe gametët e femrës. I vendosim në rrjetën punet. Këtu lart u vendos gjithmonë gametët femëror dhe këtu gametët mashkullor dhe bëhet kuqëzimi. Pasi plotësohet e gjithë rrjeta punet me kuqëzimet, atëherë ne na kërkohej për që me gjatë. Dhe që me gjatë nga tabela ne dallojmë që është 50% ose 1/2. Raporti gjenotipeve heterozigot dominant dhe heterozigot me homozigot recesiv të individëve F2 që lidhin nga kryqëzimi i individëve heterozigot dominant të fëmijëshit është në raportin 1:2. Raporti i fenotipeve dominant recesiv të pasardhësve të F2 që lidhin nga kryqëzimi i individëve heterozigot të fëmijëshit është 75% me 25%. Sa lloj gametësh formohen nga një organizëm me gjenotipin A e madhe A e vogël B e madhe B e vogël? Kemi 4 lloj gametësh. Një nga gametët e më poshtme nuk mund të formohet nga një organizëm me gjenotipin A e madhe A e vogël B e madhe B e vogël, është B e madhe B e vogël.